Përshëndetje të gjithëve, mirë se rikthyer në një tjetër video në Elda Skin Therapy. Sot do flasim për striat ose të çarat në lëkurë. Si shkaktohen, si mund t'i parandalojmë dhe si mund t'i trajtojmë ato në kushte shtëpie. Striat i kanë të gjithë, është diçka që është e përhapur tek shumë njerëz, dikush në moshën e adoleshencës, dikush më vonë ose në periudhën e shtatzanisë. Shpeshherë lëkura jonë është ekspozuar ndaj një stresi të tillë e cila bën që lëkura të humbasë elasticitetin e saj dhe më pas të kemi edhe shkëputje të indeve të lëkurës. Unë kam stria në pjesë të ndryshme të trupit, nuk mbaj mend kur më kanë dalë për herë të parë, ndonjëherë më duket sikur kanë qenë gjithnjë aty. Dhe në fillim kisha komplekse me trupin sepse më dukeshin si njova në lëkurë, por më pas fillova t'i doja këto, sepse kjo tregonte që unë isha rritur dhe trupi im kishte ndryshuar, por edhe nëse gjem mënyrë ndryshme për t'i eliminuar në kushte shtëpie, nuk do bënte as pak keq. Siç e thash dhe më parë, striat krijohen nga një humbje elasticitetit të lëkurës, është më shumë e përhapur për shembull te gratë në shtatzanisë, rreth 90% e rasteve kur striat shfaqen janë te gratë shtatzane, kjo sepse kemi një tërheqje të madhe të lëkurës dhe ajo humbet elasticitetin e saj. Kemi më shumë që përhapen gjithashtu edhe gjatë kohës së pubertetit, që kemi çrregullimet hormonale, që është pjesa më e vështirë sepse striat mund të krijohen edhe shumë në thellësi të lëkurës, janë ato rastet kur edhe lazeri nuk do bënte efekt mbi këto stria të krijuara. Kemi më pas edhe luhatjet e peshës. Luhatjet e shpeshta të peshës krijojnë edhe shfaqjen e striave. Prandaj që sugjerohet që shtimi në peshë ose ulja në peshë në një javë të jetë 0.5 kg. Shumë nga ju mund të jetë pak, por kjo do ishte mënyra më e mirë për të parandaluar shfaqjen e striave. Në fillim striat kur shfaqen janë ngjyrë të kuqe, që quhet edhe pjesa inflamatore, sepse tërhiqet lëkura dhe krijon të kuqe sepse enët e gjakut janë dhe më transparente, por me kalimin e kohës, nëse nuk trajtohen dhe striat e kuqe, janë pjesa më e lehtë që mund të trajtohen gjatë krijimit të striave, sepse është shumë e lehtë që ato të eliminohen pa lënë as pak shenja. Më pas kemi striat e bardha, ku enët e gjakut janë më pak të dukshme, dhe është thjesht indi dhjamor, i cili është i dukshëm, dhe janë edhe është edhe periudha e cila është edhe më e vështirë për eliminimin e strijave. Kryesisht zonat e trupit në të cilat strijat janë më të përhapura është pjesa e barkut, pjesa e viteve, kofshat ose gjoksi. Kryesisht janë ato zona ku kemi më shumë depozitim të indit dhjamor, që është edhe më e lehtë të krijohen strijat. Mënyra më e mirë për parandalimin e strijave është të merreni me aktivitet fizik, sepse sa më e vendosur të jetë lëkura, aq dhe më e vështirë është të krijohen strijat, por nëse dëshironi të mbani lëkurën e hidratuar ose edhe të eliminoni ato strijat e kuqe që janë krijuar, ju sugjeroj shumë të përdorni vajin e bajameve. Vaji i bajameve është shumë i mirë sepse përmban omega 3, përmban omega 6 dhe do ta mbajë lëkurën tuaj shumë të hidratuar, do të ndihmojë në një rigjenerim të thellë të lëkurës, duke eliminuar kështu, duke i zbehur ato strijat e kuqe, duke i eliminuar pa lënë edhe shenja. Gjithashtu ju sugjeroj që aplikimin e vajit të bajames ta shoqëroni me një furçë. Furçat të tilla do të gjeni në dyqane ku shiten produkte kozmetike, në supermarket, unë e kam bler tek Rossmann. Përmban këto fije të cilat janë pak të ashpra, por që do të ndihmojnë në eliminimin e qelizave të vdekura nga lëkura, dhe kështu vaji do të absorbohet shumë herë më mirë nga lëkura. Gjithashtu është një teknikë shumë e mirë kjo dry brushing për eliminimin e celulitit në të gjithë lëkurën, duke e shoqëruar me lëvizje rrethore, sepse vetëm në këtë mënyrë ju do të stimuloni edhe qarkullimin e gjakut, por edhe do të eliminoni qelizat e vdekura. Përdor dry brushing dhe më pas aplikoni dhe vajin e bajames. Por kemi edhe dermarollerin, është dermaroller me gjatësi 1 mm dhe kjo bën një rigjenerim të thellë të lëkurës bashkë me vajin e bajames, duke masazhuar me dermaroller, siç ju kam treguar tek videot të cilën e kam publikuar para disa kohësh, duke
masazhuar lëkurën në 4 drejtime të ndryshme dhe më pas duke aplikuar vajin e bajamës do të ishte shumë efektive për eliminimin e strijave. Në mungesë të vajit të bajamës, ju sugjeroj të përdorni vajin e ullirit, sigurohuni që të jetë ekstra i virgjër. Vaji i ullirit është një nga metodat e përdoruara që nga antikiteti për hidratimin e lëkurës, kështu që mund ta përdorni edhe vajin e ullirit pa problem, por i parapëlqyeri im është vaji i bajamës për shkak edhe të aromes që ka. Ndërsa për ne që kemi stria të bardha, na ka ikur koha kur kishim stria të kuqe, të cilat nuk i kam parë asnjëherë në lëkurë të kuqe, por edhe në periudhën e gjimnazit po ti kisha parë të kuqe, nuk është se do i njihja se çfarë ishin. Kam krijuar këtë, nuk e kam krijuar unë, është një recetë e cilën ma kanë sugjeruar shumë dhe vajzat e cilat ma kanë sugjeruar është sepse i ka dhënë efekt, do ta shikoj më pas përgatitjen. Dhe në fund do t'ju tregoj aplikimi i cili është edhe i njëjtë bashkë me furçën ose me dermarollerin në lëkurë, por do të ketë një detaj më shumë dhe ndiqni videon. Këto janë disa nga përbërësit të cilat do të na duhen për krijimin e recetës. Si fillim kemi piperin e zi, i cili njihet për vërtetë e tij antioksidante, dhe më pas kemi kanellën, e cila shërben si një rigjenerues i thellë i lëkurës, dhe në fund kapsulat gjelatinoze të vajit të peshkut, të cilat përmbajnë omega 3 dhe omega 6 si rigjenerues të mirë të lëkurës. Si fillim do marrim dy kavanoz në të cilën do shtojmë vajin e ullirit, sugjerohet që kavanozat të jenë qelçi, dhe më pas do shtojmë vajin e ullirit, të cilin sugjerohet që të jetë ekstra i virgjër në mënyrë që efekti i saj mbi lëkurë të jetë maksimal dhe të hapi në fund efektin që ne dëshirojmë. Shtojmë tek dy kavanozet në sasi të barabartë dhe shtoni në varësi të sa vaj ju dëshironi të përgatisni. Pasi i kemi shtuar vajin e ullirit, më pas është momenti që të shtojmë erëzat. Si fillim do shtojmë piperin e zi, sepse duhet që piperi i zi të qëndrojë për disa ditë i zhytur në vaj ullirin në mënyrë që të lëshojë të gjithë esencën e saj, sepse dim që piperi përmban një lëndë e cila shkakton, të themi në thonjza, djegje të lëkurës, duke bërë të mundur dhe rigjenerimin e saj. Pasi e kemi hedhur të gjithë piperin e zi, do të shtojmë edhe pak vaj bajamesh. Mund ta bëni edhe të gjithë recetën nëse dëshironi me vaj bajamesh, pasi edhe vaj bajameve është shumë i pasur me omega 3 dhe omega 6, të cilat bëjnë rigjenerimin e lëkurës, ose mund të shtoni edhe pak gjatë përgatitjes së vajit. Pasi i kemi hedhur të dy përbërësit, sigurohuni të mbyllni mirë kavanozin në mënyrë që të mos marr ajër. Dhe më pas marrim kavanozin e dytë dhe këtu do të hedhim erëzën tjetër, e cila është kanella. Kanellën e kam edhe pluhur, por edhe në trajtën e shkopimve, ju mund ta përdorni si të dëshironi, efekti është i njëjtë. Pasi e kemi hedhur edhe sasinë e mjaftueshme të kanellës, shtojmë pak edhe këtu vaj bajamesh dhe mbyllim mirë kavanozin e kanellës dhe do ta lëmë në një vend në errësirë bashkë me piperin e zi për rreth 15 deri në 20 ditë sipas dëshirës, në mënyrë që edhe të dy erëzat të lëshojnë sasinë e duhur të komponentëve që ato kanë. Pas 15 ditësh tashmë na duhet një kavanoz i ri ku do të bëjmë edhe kullimin. Pasi do të na duhet të ndajmë piperin e zi dhe kanellën nga vaji i ullirit, sepse është vaji i ullirit ai që do të përdorim dhe përmban esencën e duhur të piperit dhe të kanellës.
Më pas vaj do të shtojmë edhe një lugë qelle gjalp kakaoje, sepse është ndër produktet më të mira për të rritur elasticitetin e lëkurës. Gjalpin e shkrim ose në mikroval ose në banjo mari, dhe do ja shtojmë përzierjes son. Më pas shtojmë kapsulat gjelatinoze të vajit të peshkut, shtojmë rreth 10 kapsula ose sipas dëshirës. Siç e thash më parë, kapsulat gjelatinoze përmbajnë omega 3 dhe omega 6, të cilat janë shumë të rëndësishme për rigjenerimin e lëkurës, dhe tek vaji të cilin ne po përgatisim do luajë një rol të madh në eliminimin ose në reduktimin pjesërisht të strijave. Shpresoj që mënyra e përgatitjes këtë qenë sa më e thjeshtë për ju me vajin e strijeve. Në të vërtet është e thjeshtë, me produkte që gjithë besoj se do i keni në kurse shtëpie. Në qoftë se do ju sugjeroj diçka është tek vaji i peshkut. Në qoftë se keni edhe më shumë se 10 kapsula vaj peshku do ishte edhe më mirë. Shtoni sa më shumë të mundni vaj peshku tek receta, dhe tani do ju tregoj aplikimin. Aplikimi do të jetë ose me furçën ose me dermarollerin. Jo të dyja bashk. Unë i provova të dyja bashk dhe përfundova duke gricur lëkurën. Nuk është gjë as pak e mirë. Besoj se të blini furçën është më e thjeshtë në Shqipëri se sa të blini dermarollerin, megjithëse dermarolleri duke qenë se vepron më në thellësi të lëkurës do ishte më mirë. Për ato që kanë strija të bardha dhe që i kanë dhe pak të thella. Tek lëkura, në pjesë të trupit ku mund të keni strijat, do të masazhoni me furçën e thatë për disa minuta. Ju sugjeroj që ta bëni të gjithë trupin dhe vajin ta përdorni në të gjithë trupin, sepse është shumë hidratues. Dhe pasi të keni masazhuar të gjithë pjesën ose zonën ku ju jeni të interesuar të vendosni vajin, do të aplikoni vajin dhe do ta shoqëroni me pak masazh në mënyrë që të përthithet e tëra nga lëkura. Dhe në fund më pas do të përdorni nga këto që janë nga këto letrat për të mbledhur ushqime, që janë kështu të dukshme. Ndonjëherë kur marr ushqim në shkollë përdor nga këto, janë shumë të mira, por sot do ta përdorim për strijat. Në pjesën ku keni vendosur vajin, do të mblidhni pjesën e lëkurës. Do ta mblidhni atë në mënyrë që i gjithë vaji që ne kemi vendosur në lëkurë të mos fshihet ose kur shtrihemi për të fjetur e kështu, por të përthithet i gjithë nga lëkura. Bëjeni çdo ditë këtë metodë. Në qoftë se nuk keni mundësi 2 herë në ditë, që do ishte optimale, mundoni ta bëni çdo ditë ose të paktën sa herë të laheni pas dushit. Do ishte diçka shumë e mirë. Kjo ishte video që kisha përgatitur për sot. Unë jam shumë entuziaste për vajin që kam përgatitur, dhe në qoftë se nuk i heq strijat nuk ka asnjë problem për mua tashmë, ata nuk më bezdisjen as pak, por hidratimi që mi bën trupit, sepse ti e aplikova për herë të parë dhe lëkura sot ishte edhe shumë e butë, dhe është diçka e mirë kur ti vetë përgatit diçka për hidratimin e trupit tënd. Kjo ishte video për këtë javë. Në qoftë se video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Dhe do shihemi javën tjetër me të tjera video dhe të tjera maska. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim për video, ose dëshironi ndonjë maskë ose ndonjë produkt për trupin tuaj, mos nguroni të më shkruani. Poshtë tek përshkrimi do të gjeni linkun e Facebookut dhe linkun e Instagramit ku ju mund të më ndiqni. Dhe do shihemi javën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.